Qëllimi i kësaj konference është prezantimi i zgjedhjeve të raportit i cili ka të bëjë me programet politike të partive politike për sa i përket dy fushave, pra qeverisjes së mirë dhe sundimit ligjit. Është kjo kohë fushate kur partitë politike po e shohim se janë duke prezantuar programe, janë duke prezantuar ide të shumta, por të cilat nuk është se janë të strukturuara shumë në mënyrën se si paraqiten dhe në mënyrën se si janë shkruar në programet e tyre. Në këtë raport do të shihni një vlerësim të strukturuar dhe krahasues të programeve politike të partive politike që janë pjesëmarrëse në zgjedhjet e parakohshme që do të mbahen pra me 28 dhjetor. Rezultatet e këtij vlerësimi na tregojnë që asnjë prej programeve të partive politike nuk e ofron një qasje gjithëpërfshirëse të strukturuar dhe të matshme për avancimin e qeverisjes së mirë dhe sundimit të ligjit. Po për të pa të gjitha detajet dhe gjetjet e këtij raporti, pra ku janë analizuar programet e partive politike në këto dy fusha specifike, ftoj kolegun Gzim Shala që t'i prezantoj gjetjet. Faleminderit Mendim, përshëndetje të nderuar. Ky raport i draftuar nga Instituti i Kosovës për Drejtësi prezanton vlerësimin e programeve të partive politike kryesore me fokus në fushën e qeverisjes së mirë dhe sundimit të ligjit. Raporti përmban një analizë të programeve të partive politike kryesore, përkatësisht Lëvizjes Vetëvendosje, Partisë Demokratike të Kosovës, Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe Aleancës për Arbërinë e Kosovës, derisa Nisma Socialdemokrate nuk ka publikuar program, nuk ka prezantuar fare program. Fillimisht nëse para se me kalu tek gjetjet specifike, ndoshta me tregu pak rreth metodologjisë së këtij raporti. Ky raport do thotë nuk vlerëson oportunitetin apo përkatësisht adekuatshmërinë e zgjidhjeve të ofruara në programet e partive politike. Nuk thekson, nuk bën një analizë nëse një zgjidhje është adekuate ose jo, mirë po tregon se sa ajo zgjidhje e propozuar është e prezantuar në mënyrë adekuate, e strukturuar, e buxhetuar, e përcaktuar në afote kohore e tjerë, në mënyrë që të jetë një program real që pasqyron fusha specifike në qeverisjen e mirë dhe sundimin e ligjit. Vlerësimi është realizuar përmes 10 indikatorëve, të ndonë në dy shtylla kryesore që lidhen me qeverisjen e mirë dhe sundimin e ligjit. Përkatësisht në qeverisjen e mirë është vlerësuar barazia gjinore, transparenca dhe llogaridhënia, depolitizimi i administratës publike, digitalizimi dhe pavarësia e mediave, ndërsa 5 indikatorët që ndërlidhen me sundimin e ligjit janë reforma në drejtësi, lufta kundër korrupsionit, integriteti në fushën e prokurimit publik, vettingu në drejtësi dhe të drejtat e njerëzit. Këta indikatorë janë aplikuar në mënyrë uniforme, sipas një vlerësimi standard dhe uniform në raport me gjitha programet e partive politike, dhe të njëjtit janë përzgjedhur duke u bazuar në raportet e Komisionit Evropian për Kosovën, në obligimet që ka Kosova sipas marrëveshjes për stabilizim e asocim dhe në analizat e publikuara ndër vite nga ana e Institutit të Kosovës për Drejtësi. Kalojmë tek gjetjet, sipas e gjeneruara sipas kësaj metodologjie. Gjetjet kryesore të raportit tregojnë se asnjë nga programet e partive politike nuk ofrojnë një qasje gjithëpërfshirëse të strukturuar dhe të matshme për avancimin e fushës së qeverisjes së mirë dhe sundimit të ligjit. Në shumicën e rasteve, angazhimet mbesin në nivel të përgjithshëm apo deklarativ, pa u shoqëruar me masa konkrete, mekanizma zbatimi, afate dhe rezultate të pritshme. Thënë më ndryshe, asnjëra prej partive politike nuk paraqet një program të qartë, të strukturuar, që tregon saktësisht se cili është programi i saj në fushën e qeverisjes së mirë dhe sundimit të ligjit. Për më tepër bazuar në këtë vlerësim, shohim edhe një aspekt tjetër me rëndësi, që janë disa çështje të cilat jemi duke parë se janë duke u përmendur në debatet televizive, në prezantimet e partive e tjerë, mirë po që të njëjtat as nuk janë të adresuara e në disa raste as nuk janë fare të përmendura në programet të partive politike. Pra ato që po thuhen në debate, ka raste kur nuk janë në programet të partive politike. Në aspektin e qeverisjes së mirë, për dallim prej sundimit të ligjit, partitë politike kanë trajtuar përgjithsisht pak më shumë
fusha se në sundimin e ligjit. Dhe këto bën pjesë veçanërisht digitalizimit që trajtohet në mënyrë pak më të gjerë në programet e partive politike. Megjithatë, çështje kyçe, siç është transparenca dhe llogaridhënia qeveritare, depolitizimi i administratës publike dhe pavarësia e mediave, mbesin kryesisht të pa adresuara apo trajtohen vetëm në aspekt të kufizuar apo deklarativ. Në fushën e sundimit të ligjit, gjetjet janë edhe më shqetësuese. Programet nuk ofrojnë vizione të qarta për reformën në sistemin e drejtësisë. Çështje të rëndësishme si vettingu në drejtësi, lufta kundër korrupsion, integriteti në fushën e prokurimit publik, mbesin pothuajse jashtë trajtimit nga ana e programeve të partive politike. Edhe aty ku përmenden disa elemente, ato mbesin kryesisht në nivel deklarativ dhe pa strukturim të masave konkrete. Vettingu, për shembull, në sistemin e drejtësisë nuk përmendet nga asnjëra prej 4 programeve të partive politike, ndonse kemi pasur një diskutim shumë të madh për këtë çështje, paraqet një ndër reformat më të diskutuara në fushën e sundimit të ligjit, dhe po e shohim do thotë se edhe në paraqitjet publike është duke u përdorur si temë, megjithatë kjo temë nuk gjendet në 4 programet e partive politike. Bazuar në pikëzimin e përgjithshëm të aplikuar sipas këtyre indikatorëve, renditja e partive politike është si në VM. Aleanca për Ardhërinë e Kosovës renditet e para me 13 pikë nga 50 të mundshme, pasuar nga Lidhja Demokratike e Kosovës, më falni, me 19 pikë, Lëvizja Vetëvendosur është e treta me 9 pikë dhe e fundit është Partia Demokratike e Kosovës me 6 pikë. Megjithatë, Partia Demokratike me 6 pikë, më falni. Megjithatë, në kontekst të asaj që thamë edhe paraprakisht, është e rëndësishme me u theksu se këtu dallime të partive politike janë relativisht të kufizuara dhe nuk nënkuptojnë se ndonjë program ofron zgjidhje të plot apo reformim të mirëfillt. Diferencimet reflektohen kryesisht në faktin se disa programe përmendin më shumë indikatorë se sa të tjerët, e jo domosdoshmërisht kemi të bëjmë me një cilësi apo thellësi të qasjes programore të partive politike në programet e tyre. Në fund, dëshirojmë me përmend se raporti synon me kontribuar në një debat publik të bazuar në përmbajtje, duke ofruar një pasqyrë objektive dhe të krahasueshme në mes të subjekteve politike në raport të qeverisjen e mirë dhe sundimit të ligjit. Përpos këtij vlerësimit të përgjithshëm që sot e prezantova para jush, raporti përmban të dhëna të detajuara edhe në lidhje me renditjen e programeve politike në fushën e qeverisjes së mirë, specifikisht në fushën e sundimit të ligjit dhe specifikisht sipas secilit indikator të aplikuar të cilët i përmenda paraprakisht. Ju faleminderit për kohën dhe vëmendjen. Faleminderit shumë Gëzim. Atëherë është koha që marrim pyetje prej gazetarëve për çfarë do interesimi që keni në lidhje me raportin i cili u publiku e që ka të bëjë me programet e partive politike për sa i përket 2 fusha specifike, qeverisjes mirë dhe sundimit të ligjit, e që siç e pat prej zgjedhjeve të cilat i prezantoi Gëzimi, prej 50 pikëve që kanë mujt maksimalisht me i marrë partitë politike në këto 2 fusha, po shihet që janë ult për sa i përket numrit të pikëve të arritura, sepse asnjëra nga partitë politike nuk është se ka pasur një program domethënës edhe një program i cili bie në përputhje me gjithë ata indikatorë që janë përfshi e që janë ato masa që do duhet merreshin për sa i përket 2 fushave specifike. Funksionimin demokratik të institucioneve kushtetuese, luftën kundër korrupsion, qeverisin me drejt pasura apo konfliktin në interesit, po ashtu pjesë të tjera të cilat u përmendën nga Gëzimi. Si duket kjo është strategji e partive politike në mënyrë që me ikë përgjegjësisë. Ne nesër nëse duam ta matim, si të themi, punën e tyre, nëse këto parti politike nesër vinë në pushtet, atëherë nëse matim me programe politike, mund të themi që nuk kanë obligime, sepse këto që përmenden në raport nuk janë në programe politike, por ne duhet ta masim punën e tyre me atë çka kanë konstatuar në për debate televizive, atë çka kanë premtuar në fushat politike. Për parti politike serioze, të cilat aspirojnë me udhëheq me një shtet, nuk do të duhen asnjë rrethon, do të thotë që programi politik të jetë shumë i dopt, ndërsa në fushat, në
emisione televizive të premtojnë si themi mrekulli për se si kanë me rregullu jetën e qytetarëve, se si kanë me rregullu fusha të rëndësishme që lidhen me integrimin e Kosovës apo me të ardhmen e vendit tonë. Faleminderit shumë zoti Miftaraj, pra këta që e tha e hati, po e shohim që është një farë dukurie në fillim të kësaj fushatës zgjedhore, ku partitë politike janë duke deklaruar krejt tjetër shka në për mitingje të ndryshme, në për debate televizive, aty po shohim populizma, po shohim edhe vetin për cilin si këtë dini që kemi avokuar, sepse ka si iniciative jona, qysh para më shumë se një dekade. Nuk e shohim këtë pjesë të përfshirë në asnjë prej programeve të partive politike, por kur flasim në për emisione televizive e shohim që një gjë e tillë ende vazhdon që të përmendet aty këtu nga ndonjë përfaqësuesi partive politike.